Fabula e Zopit është shkruar në shekullin e 6 para Krishtit, por mbetet e freskët dhe tronditse edhe në botën hiperteknologjike të shekullit të 21. Në këtë fabul, akrepi e lut bretkosën ta ndihmojë të kalojë lumin, por në mes të rrugës e thumbon duke i sjellë fundin të dyve, një metaforë për natyrën që nuk ndryshon edhe kur vetë shkatrohet. Vështirë të thuhet me siguri, ndërmjet Donald Trump dhe Elon Musk, kush është bretkosa dhe kush akrepi që e thumbon, duke sjellë fundin për të dy. Kalimi i rrufeshëm nga lavdërimet dhe përqafimet publike në urrëtie të hapur, arrogancë, narcizëm dhe ndjenja e gjithfuqishmërisë që i shtyn drejt një spirale kërcënimesh pa kufi, janë armët më të rrezikshme të dy burrave më të fuqishëm të së djathtës amerikane dhe mund të rezultojnë fatale për presidentin aktual të SBA-s, por edhe për perandorin industriale të njerëzit më të pasur në botë. Steve Bannon, armiki i betuar i Musk dhe ushtari i vijës më të ashpër të lëvizjes MAGA, ka shkuar aq larg sa të kërkojë dobimin e tij nga SBA, duke i quajtur imigrant të palikshëm dhe duke propozuar konfiskimin e të gjitha kompanive të tij që furnizojnë qeverinë dhe ushtrinë amerikane me teknologji. Ky bashkëjetim i paqëndrueshëm midis Trump dhe Musk është ndërruar papritur në një ciklon sulmesh publike të pamatura, përshpejtuar nga rrufeshmëria e rrjeteve sociale, dhe kjo përplasje kërcënon të dëmtojë vetë Amerikën, e cila tashmë përballet me tensione ndërkombëtare, sfida me Kinën dhe kriza të brendshme ekonomike, ndërkohë që komanda e saj është thellësisht e përçar nga konflikti mes presidentit dhe kapitalistit më të fuqishëm të vendit. Ka patur thirrje për një armë pushim, por akuzat e ashpra, sidomos nga ana e Musk, duket se kanë kaluar një pikë pa kthim. Musk ka në duart e tij një fuqi industriale dhe teknologjike të jashtëzakonshme, raketa, anije hapësinore, satelit spiun dhe të telekomunikacionit si Starlink, por nuk mund të tërheqë papritur teknologjitë e sigurisë që i ka vënë në dispozicion të Pentagonit, pa u përballur me konfiskim dhe ndërhyrje të menjëhershme nga shteti. Ai e tërhoqi shpejt kërcënimin për të aktivizuar anijet Dragon të SpaceX, të vetmet mjete amerikane që dërgojnë astronaut dhe pajisje në stacionin ndërkombëtar hapësinor, por nëse Trump do të vendoste të konfiskonte kompanitë e Musk, zhvillimet e mëtejshme teknologjike të SpaceX, Starlink, Tesla e të tjerave do të ndaleshin. Musk për momentin përbën më shumë rrezik politik. Ka premtuar se nuk do të financojë më MAGA-n dhe kërcënon të kundërvihet kandidatëve republikan që mbështesin një projekt ligj që ai e konsideron katastrofik. Madje e kërcënon të krijojë një parti të re që do të sfidojë Partinë Republikane dhe ka rilançuar teori për impeachment ndaj Trump, duke pretenduar se ka prova për lidhjet e tij me Jeffrey Epstein, trafikantin e vajzave të mitura që vdiq në burg në 2019. Musk thotë se dosjet që Trump kishte premtuar t'i bënte publike janë ende të fshehura, sepse në to gjenden provat e lidhjes së tij me Epstein. Në rrjetet sociale po qarkullojnë video dhe foto të Trump në shoqëritë e Epstein, ndërsa Musk pretendon se ka në dorë material shumë shpërthyes. Nuk është e thjeshtë që Musk të rrëzojë një president amerikan, por mund të ndikojë tek votuesit konservator të zhgënjur, duke dobësuar bazën elektorale të Partisë Republikane në zgjedhjet e ardhshme. Padyshim rreziku më i madh vjen nga Trump, i cili mund të dëmtojë thellësisht perandorinë e Musk. Presidenti mund të revokojë kontratat shtetërore me kompanitë e tij, një veprim i diskutueshëm ligjërisht, por me pasoja kolosale. Po ashtu mund të godas Musk përmes revokimit të subvencioneve për makinat elektrike, ndalimit të robotaksive apo bllokimit të lëshimeve të reja të anijeve Starship, duke i etiketuar si rrezik për mjedisin ose sigurinë. Madje statusi i Musk si mbajtës i autorizimit për teknologji sekrete, security clearance, mund të kthehet në një bumerang. Përdorimi i substancave si ketamina, kontaktet e papublikuara me lider si Putin, të mohuara nga Musk, por të konfirmuara nga Kremlini, shkruan Corriere della Sera, dhe interesat e tij në Kinë mund të shfrytëzohen për ta paditur ose për ta larguar nga projektet me rëndësi strategjike. Musk mund të jetë mjeshtër në përshpejtimin e teknologjisë, por siç po tregojnë këtë javë, ai ende nuk e ka gjetur frenin, dhe Trump, një mjeshtër në përballje brutale, duket se është gati ta shtyp nëse ky konflikt merr drejtimin e pakthyeshëm, një duel i tipit O1-O-T, që rrezikon të kthehet në një autogol fatal, jo vetëm për ata vet, por edhe për Amerikën.